si vakancë, si shtëpi pushimesh. Na tregon pak për jetimet që ndjen një studiues kur ke vajt për herë të parë në Vatikan si studiues, jo vetëm për të parë, e më thet thash. Vatikani është një arkivi që është deri në vitin 2019 në është quajtur Arkivi Sekret i Vatikanit, që latinisht do me thonë jo gjë sekrete e mshet, por arkivi ynë, latinisht. Ndërsa nga viti 2019 quhet Arkivi Apostolik. Dhe ai ka dokumenta nga shekulli i 4. Ka dokumenta të ruajtura dhe për arsyeën shumë të madhe që ka pas gatishulli ballkanik për Romën edhe për Kishën, ka një numër shumë të madh nga gatishulli lek, domethënë për Kroacinë, për Shqipërinë, që sot për Greqinë, për Serbinë, për Bullgarinë, megjithëse këto shtete para 1000 vjeç nuk kanë ekzistuar, por kanë ekzistuar vendet edhe njerëzit dhe ata kanë shumë dokumenta. Ato dokumenta ca janë publikuar, disa edhe nuk janë publikuar. Tani njeriu ka ëndër me shku atje, po i ndodh sikur atij bariut që shkon në pyll, merr ujdelet edhe shkon në një livall që gjen shumë lule shtylle. Dhe lule shtyllet janë të mirë dhe njeriu mund, domethënë nëse s'ke qese me veti, mund të hash sa duash dhe ngelen aty plot tjera. Nëse ke edhe një plasmasë, mush edhe plasmasën e han deri njësh prap do ngelen aty. Edhe këto tash në arkivat kur shkon, kështu ndodh sepse ti don me marr ato gjërat mira, po ti mund të marrësh ai sa. Për shembull, ata t'japin veç 5 dosje në ditë. Po 5 dosje në ditë janë 50 centim, në rastin më të mirë, se ka dosje që s'është as 1 centim, po ka dosje që janë edhe 25 centim trasha, po 5 dosje mesatarisht 50 centim. Qofse ti merr për 5 ditë një javë nga 5 dosje, 50 centim, do me thonë, të gjys, në 95 kilometra dosje, 95.000 metra dosje, duke ecë me 50 centim ditë, imagjino, do t'i shkojsh ti mas 200 vjeç në fund. Pra nuk del kur si ato lule shtrydhet që ti shkon atje plot livalli, disa hektar, ti mundesh me hangër aq sa mundesh. Kështu ndodh. E ndjen ndonjëherë nevojën kishe krah, për shembull të kishe djem dhe vajza të reja që të vinin të ndihmonin në profe? Une herë jam kthyer çtunën, sot është e hënë. Ditën e premte kam ndaj 5 orë me arkivistat, jo duke bë kërkime, po duke bë marrëveshje pune me arkivistat. Ata mas kaq vitesh që më ka punoj me ta, kanë rënë dakord me më ndihmu me format e tyne që kanë. Dhe kanë, kur dojnë me ndihmu, ata të ndihmojnë. Edhe, domethënë, ajo që më thanë është kjo që po thuhet ti, pse nuk vinë nga Shqipëria me bë kërkime në arkiv. Asnjë anëtar i Akademisë Shkencave që në 72 që është krijuar deri sot, nuk ka fletëhyrje të regjistruar në Arkivin Sekret. Kur? Nuk ka asnjë lloj ndërhyrje? Ka marrë kush fletëhyrje për me hy, se aty mund të hysh fletëhyrja, nuk është vetëm leje me hy, po është edhe leje për me marrë po materiale, nuk i merr dot pa fletëhyrje, pa kode, pa numër, nuk i merr dot. Duhet patjetër me u bë fletëhyrja. Dhe nuk ka. Fletëhyrja bëhet me procedurë, procedurat janë në internet, dhe nuk ka e para. E dyta, ata kanë shkollën e paleografisë edhe diplomatikës edhe të arkivistikës për latinishtën më të mirë në botë. Për osmanishtën e kanë Istanbul, e kanë Turqi. Për latinishtën më të mirë në botë e kanë ta. Dhe të premten, më thanë, pedagogë që japin mësim aty. Thanë, si ka mundësi që asnjë shqiptar s'e ka marrë këtë shkollë, se s'vjen asnjë nga Shqipëria. Se unë thash, me marrë ndonjë student nga Shqipëria. Po tha, ne tha jemi të hapur, por duhet din latinisht, tha, kur vjen tu tha se këtu çdo gjë është latinisht, tha. Edhe dokumentat, edhe leksionet, edhe librat, edhe çdo gjë është latinisht. Dhe tu tha s'ka ardhur kush, tha, nuk kemi pas kur, tha, nuk ka të regjistruar namës këtu njerëz, një shqiptar që ta ketë marrë këtë shkollë. Si e shpjegon këtë ti profe, kur e shikon si studiues,
e shikon dhe si patriot. Tani, ideja është që ky studimi juaj, përpo se ju plotson juve shpirtin, ka edhe një lloj tisi patriotik. Se po flet për Shqipërinë e Martë e Mira, nuk po flet për... Tani unë po bëjmë muhabet lirë, edhe nështë edhe i pëlqen edhe teleshikuesve, me fol, sinqerisht me fol lirë. Po, si që le thonë. Unë atje shkova, kam një dokument 74 faqe, latinisht, të shkruam në vitin 1462. 1462. I bie 5 vjet, 6 vjet para vdekjes Skënderbeut. 563 vjet më parë. Dhe këtë dokument do ta publikojmë brenda këtij viti. Dhe dokumenti domthon po ti pyes njerëzit tonë ta bëjmë edhe na, edhe në Shqipëri, edhe në Kosovë, edhe në Serbi, edhe në Bullgari, edhe në Greqi, edhe tregojnë të gashim shumë, por ajo është latinishte e vjetër. Është e shkruar me para 560 vjeç e para. E dyta është dokument kishtar. Dhe në gjithë njerëzit e njohin doktrinën e kisht. Për shembull, unë vërtet jam teorikisht jam katolik, ose jam pak zokur, kom qenë i vogël, por nuk jam praktikant i fesë, unë nuk shkoj në kish, nuk shoh mesh, nuk di se çfarë janë ato procedurat, dhe e kam të pamundur unë ta shkruaj ta përkthej ato. Pra duhet jetë një njeri që e njeh shumë mirë teologjinë, që të ketë marruar shkollë për fe, ai të jetë i përkushtuar fesë, dhe njerëz të tillë në Shqipëri janë shumë zor me gjetë. Tu ka qenë komunizmi, masën në vitin 45, 75% e popullsisë kanë qenë musliman, 12% kanë qenë katolik, pjesa tjetër kanë qenë ortodoks, dhe nga 12% janë shumë pak që kanë marruar për teologji dhe nuk mund të gjesh një njeri që të ndihmon, dhe isha i detyruar me shku tek ata. Edhe ata thanë do ta bëjmë edhe më treguan gjëra shumë interesante. Po të tregoj një aspekt, ne folëm shumë se folëm 5 orë. Aty thotë që domethënë Pali Angelo thotë është Konsabrino di Beroe Skanderbeu, është kushëri i Skanderbeut. Edhe këta studiuese shqiptar kanë thonë që nuk e ka pas Skanderbeu kushëri Pali Angelin, gënjen. Por familja Pali Angelit janë nga drishti familja Angelorëve, kanë shit me anë, kanë thonë kemi lidhje me mbretëre, me perandore për të arritur më shumë. Ndërsa në bisedat që bona me profesorin aty, Mark tha, janë shumë e vërtetë. Sepse në Shqipëri, ne i themi kushëri, djalit xhaxhait, djalit hallës, djalit dajs dhe djalit tezës. Pra i thomi djali xhaxhait, djali hallës, djali dajs dhe djali tezës. Po qëtë 4 i themi kushëri. Edhe italian po kështu. Francez nuk e kanë kështu. Disa shtete nuk e kanë kështu, gjuhën. Ndërsa në latinishtin e vjetër, ky term që është shkruar tek libri, thot djali ose vajza i moters nenës, është taksative, është e pa diskutueshme që kanë qenë të zak. Skanderbeu me Pali Angelin. Dhe Pali Angelin nuk e ka marrë kotaj aty. Se e ka pas ambasador, këshilltar, ka pas krahun e djathtë. Dhe nuk e ka marrë kotaj, ai ka qenë krye i peshkv i Durrësit. Por krye i peshkvia e Durrësit ka pas i peshkvit që vareshin prej saj, që quhen i peshkvit sufragane, domethënë vargset e saj. Dhe në vitin 1462, kur ky ka shkruar këtë dokument, ka pas 7 i peshkvi edhe 7 i peshkvinje që vareshin nga ky. Ndërsa gjatë shekujve, i peshkvia e Durrësit është në 4 më të vjetra të botës. Është qysh në vitin 78 të erësuar. Dhe gjatë shekujve kjo ka pas 18 i peshkvi sufragane. Do me thonë 18 i peshkvi të Shqipërisë janë varë nga i peshkvia e Durrësit. Pra prej të varit, e deri në Janin, e deri në Sofje, e deri në Beograd, e deri në Sarajevo.
i peshkvi në momentet saktuara kanë qenë varë nga Durrësit. Pra, i peshkvi Durrësit, përveç se ishte djalë tjezi i Skënderbeu dhe ky i peshk përshtatërisht peshkvi, ishte personalitet i rëndësishëm edhe për Vatikanin, ishte funksionar i lartë edhe i Vatikanit dhe kishte peshk fjala e tij. Dhe kjo tash unë shkova për këtë punë atje. Për këtë punë se tash ata po më japin dorë në fund dhe do ta marr javës tjetër ma dërgojnë për botim. Më japin dorë në fund. Dhe ra pasaj muhabeti, thash unë po s'kam, thash unë jam i detyruar më ardh te ky se s'kam. Ha pra, tha, jo s'vini, tha, s'ka ardh asnjë shqiptar, tha, s'kemi asnjë listë, tha, kur, tha, asnjë shqiptar nuk e ka marrë, tha. Dhe mua m'vjen keq. E dyta, tha, pse s'vin, tha, pse vjen vetëm ti, tha, ke 4 vjet që vjen nga i muj, tha, pse nuk merr edhe shok me veti? Si ti marrë unë? Është 120 euro nata e hotelit. Hotel San Giorgio aty në Vatikan është 120 euro nata. A kupton? Po me hangër, janë shtret edhe ushimet. Po me ble, është 2.4 euro çdo faqe që merr. Duhet me paguhet 2.4 euro pa ta thonë. Masi të paguash lek ta japin. Dhe është për me publikuar. Vetëm për ta marrë ti profe apo edhe për ta publikuar, Jo. apo ka çmim tjetër publikimi? Për me publiku me fotot do paguash edhe 104 euro të tjera, përveç 2.4 për faqe. Për me publiku me foto siç kam publikuar Skënderbeut. Pra, për me publiku pa foto është po për me publiku. Të dashur miq, ka kushtuar 104 euro vetëm kjo faqe këtu për publikim. Dhe tani ata pra janë shpenzime këto dhe nuk e si ja bën. Këto janë shpenzime që do t'i bëjnë. Dhe unë thash unë si marr dot thash me vete. Se këtu ka njerëz për shembull që kanë shumë dëshirë më ardh, ka edhe shumë zili. Njoh edhe njerëz që janë po jo më njoh njerëz që janë më të zotë se unë shumë, po s'kan mundësi më ardh, s'kan mundësi financiare. Kam unë njerëz që janë të gatshëm më ardh dhe janë shumë më të zotë se unë. Edhe nuk kanë mundësi më ardh. Edhe që janë vullnet mirë, duhen me ardh dhe me punue. Po duhet shteti me na marr një apartament me qira, 2-3 dhoma, me të kriju mundësi që me hangër, me pas kuzhinën tonë, me hangër atje, me ndaj, di njeri me i komandu, me i thonë ti do hapsh këtë fond, ti këtë fond, këtë do i marrim, këtë s'do i marrim, këtë ka rëndësi, këtë s'ka rëndësi. Duhet. Ndërsa, një njeri qa fond bëhesh, një njeri s'mund bën të gjë. Unë e di shumë mirë, unë e vetëm knaqem për veti, se për puna që bëj unë, pavarësisht është shumë rëndësi se 3.000 faqe i kam publikuar nga arkivat, i kam publikuar 3.000 faqe, të pa publikuara, të pa njohura më parë, por 3.000 faqe në 3 milion faqe çka janë, është një qime floku, janë pa rëndësishme atë. Ka rëndësinë e vet, po janë tjera, kanë me tjera shumë më të rëndësishme. Të duket si një agent të huajsimi profe i shqiptarëve për të njohur realisht dhe vërtetësisht historinë e vërtet e cila gjendet në 2 arkiva që juve thatë, në arkivat e Vatikanit, në latinisht, edhe Venecia, si dhe në arkivat e Stambollit, ish Konstantinopolës, në osmanishte, ku ne kemi qenë jo më pak se 500 vjet pjesë e saj. 432 vjet. Dhe tashi, asë në Stambol nuk kanë qu ekipe, megjithëse në Stambol kanë qenë disa nga akademia dhe nga Instituti i Historisë, edhe kanë marrë dëshë, po edhe i kanë marrë, i ka marrë gjithë lloj, kur ishte drejtor arkivit, i ka marrë 1 milion dokumenta, edhe 57 regjistra dhe nuk është publikuar as edhe një faqe, që ku i ka pru gjeta këtu, as edhe një faqe nuk e ka publikuar. Domthonjë nuk ka shku kush me përkthye. Aty në arkiv janë. I ka marrë, i ka pru 1 milion dokumenta. Edhe turqit ja kanë thonë se ata i kanë digitalizuar pa lek. Në Vatikan nuk japin pa lek. Në Venecia nuk t'i përgatisin pa lek, po të lanë me i marrë pa lek. Ta bjen dosjen, thonë fotografoje, nësë po të themi gjamë mos e prish, ta vend dokument, dosjen, ta bjen gjithë pluhun, pa hapun nështë 300 vjet, ta vendosin para, 6 kamera, 4 hantë, edhe personelin kama të ty shiko, mos po gris në i fleta, mos po vjedh në i gjanë, dhe thonë fotografo sa duesh, leks për t'lypim, po nes t'i bojmë gati. Si i merr profe? I merr me ato pincetat ato letrat e vjetra që i merr i hap kështu? Se ato nuk kape me gisht, apo jo? Unë kam dashur, jam fan si arkeologjisë, e dashuroj arkeologjin, jam psikopatim vete unë. Kam hapi herë,
ishte një student nga Hasi, Pal Bria nga fshati, nga zogajt e Hasit. Ai në vitin 1757 kishte qenë student atje në Vatikan dhe kërkova regjistrat edhe proces verbalet e marrjes në provim për këtë person. Mas një farë lodhje ma prun ata, dhe kishin qenë në atë klasë që kishin qenë Palzogaj, kishin qenë 5 shqiptarë, kishin qenë edhe do shkodronë, do lezhjonë, do pukjanë. Ishin 5 shqiptarë. Edhe ishin një klasa i kishte rreth 26 veta. E kishin bë listat me vizore e me boj, me pemë, me boj. Tani, ato ishin kuadrate shumë mira, shkrimi i bukur, të lexueshëm, por çka kishte ndodhur? Boja e kishte djeg letrën. Dhe unë pa prek fare, ashtu se tu e ti, u shkërmoqin ato kuadratat, më ranë tavolin, i thirra ata thash, ale, s'ke qaj bon, thanë edhe gjim këtë, unë mos u mërzit se i regullojmë një edhe s'kisha. Ose kom pasi dokument tjetër të vitit 1628. Ai dokument është shumë i anatemum, është shumë i rëndësishëm, sepse flet për Shqipërinë e për Kosovën, e kanë botue serbët në 57, në vitin 1957, e kanë botue të falsifikuar. Do me thonë, nuk e kanë përkthye si që është në vërtet, po e kanë përkthye si që ka interesuar. Çubriloviqi do me thonë, me shok. Do me thonë, pse e sa disi se Çubriloviqi ka qenë 100 vjet para? Ai e ka bën një Gavra Skrivanic, quhet e autori që e ka bën, kanë botue frëngjisht aty. Skrivanic, po. Edhe e mora dokumentun e ai do më duket sikur me qenë i djegun. Kur unë e kam pas në dorë atë, nuk ishte i djegun, por kur ma fotografuan e ma dhanë me ta tregu ty se e kam me ngjyra, e u kallzova kosovarme edhe librin e Skrivanic, edhe ato thash shive dokumenti, shive, edhe thash ju thash, nuk po punoni se duhet me ditë se i kanë falsifikuar, duhet me thonë botës. Atë që gënjen ai, duhet ja thuash ndryshe i botës, duhet me shkruaj edhe anglisht. Edhe ja u tregova dhe dukesh me qenë e djegun. Nuk ishte i djegun, po ishte letra vetë ju ishte shkatruar për 4 shekuj. Edhe duhet me qenë aty me ato, sepse ato janë edhe letra, janë edhe lkur, janë edhe prej plancit, edhe prej lloj, po janë shumë interesant. Herë kom pa një dokument pergament 3 metra e gjys. 3 metra e gjys, 40 cm gjanë, 3 metra e gjys i gjatë e kishte shtri i shkruar me ari. Me ari, ishte shkruar. O, zot, sa bukur. Mirë po, atje kem ndalume me fut celularin edhe me fotografuar. Tani, unë për hirës vërtet, musha me bo tentativë me fotografu vjetas. Por nuk e baja, se s'doja me prish imazhin, po atë personat të avdojnë kryqe, s'donë me i përket jeta që me shkel të rregull. Edhe ishte një studiues, nuk e di nga cili shteti ishte, dhe ja hapën e morën një, se ishte bën tambur, e kishim fshirë si tub, e hapën aty në ata dhe filloi ai ty lexuar, ty fotografuar për ato, ai ja lënë, kishte pagu lektaj për atë punë. Sa bukur ishte, sa gjë e mirë. Nëse aty janë edhe tonat, po nuk po. Më thash edhe herë, unë e kam punu 4 muaj aty. Në atë arkiv kam punu 4 muaj. Dhe kam punu derisa më thonë del për jashtë. Do me thonë, zotëri thosh, na ke shpikur kondicionerin, pra shkojmë me hangër bukë të shtëpia, atë del tash. Pra kam ndaj, ato 4 muaj, 5 ditë në javë kam ndaj aty gjithkohën, kam shkuar 8 e gjys qape, kam ndaj derisa mbyll arkivi. Dhe 5 dosje në ditë muj me marrë, pra unë nuk mundem me marrë edhe atë që duhet, se nuk të mjafton koha as. Mundësia duhet me qenë, për shembull duhet me pas një grup, me pas 5 vjet me veti, edhe me bën kërkimet atje të skedart, edhe me vendos ti për shembull do marrësh këto 5 dosje, ti do këto 5 tjera, ti këto 5 tjera, kur ti merrni do më raportoni çka kanë edhe me vendos pastaj me ble apo mos me ble. Kështu funksionon. Dhe për shembull po tregoj, se ata arkivistat më tregojnë, ata kanë shumë vite aty.
e kishin hungarez, e kishin bo. Akta, domthon Hungaria në dokumentat e arkivit sekret, akta hungarian. Edhe e kishte bo Agustin Thejneri. Agustini Thejneri është polak, nuk është hungarez, por kishte punuar në Hungari, ai prift atje, i perf ku diun dhe i kishte bo 6 volume, 12 volume A3. Domethënë 38-28, shumë të mëdha. Edhe kishte shumë dokumenta. Aty ishin edhe për Shqipërinë, ishin 21 dokumenta për Shqipërinë, që kishin lidhje Hungaria me Shqipërinë, edhe që duheshin për ata. U thasha, mi prunë gjitha në tavolinë, i mora e shpletova aty. Thash, si ka mundësi, thash, ky ka bo për 12 vjetë gjitha këto volume. O mark, ky ka qenë drejtori i arkivit, tu ka qenë prefekti i arkivit dhe kanë punu ton arkivi për ta. Ka shtin punë gjithë arkivin, kanë punu gjithë, ai vetëm emnin ka vu, se ja kanë bo tjerë. Ose për shembull, kishin francez, se aty çdo libër që bëhet me dokumenta që merren në atë arkiv, duhet me çuar një kopje me u vendos aty. Po, po. Tani, francez, pashun e ishin ngjyrë bezh, 57 volume. 57 volume, një madhësi, një ngjyrë, afërsisht edhe një dimension, 57 volume me dokumenta për Francën. 57 volume. Po ata tha kanë ardhur ekip, tha kanë punuar 15 vjet tu tha. Kanë ardhur ekip i madh, ndërsa Shqipëria s'ka çu kërkon. Tashi, thashën po për Shqipërinë, shkojnë ma prunë, e kisha atë libër se ma ka dhënë vajza ati profesori që e ka bo. Ka vdek par vjetë ai profesori, me datën 16 shkurt do bëjmë 3 vjetorin e vdekjes dhe ta bëjmë të në Tiranë, që ati profesori. Parinës. Edhe kishte bo njaj, Shqipëria në dokumentat e arkivit sekret. Një volum. 563 dokumenta. 160 faqe, i librushke vogël. Ai ka bo një 10 libra për Shqipërinë, se ai është nga San Adriano dhe në San Adriano janë gjithë shqiptarë dhe shumë patriotë dhe shumë të lidhur me Shqipërinë dhe erojnë gjuhën e atë identitetin e po janë shumë dhanën, pa vinë her mas herë vinë për 28 nëntore për festa vinë tu. Janë krenar që janë shqiptarë. Edhe i ka bëhe atë. Po është i vetmi volum, 560 dokumenta për Shqipërinë, kur tjerët kanë për shembull ka 10.000, 12.000, 15.000 dokumenta të publikuara. Na kemi 500 dokumenta, kur aty janë 50.000 dokumenta. Edhe aty pastaj në ndihem, me thonë drejtën, mirë ndihem, por më vjen keq që kur e shoh që, domethënë, historia e vendit tonë aty akoma qëndron në gjumë, nuk zbulohet, nuk publikohet. Nuk më vjen mirë, me thonë drejtën, por vetë ndihem si mret aty, sepse ata e kanë më thanë se ata shishin mod. Kur dikush shkon në arkiv, shkon me objekt. Pra vendos pse është të shkuar dhe bën kërkesën edhe procedurat edhe shkon e futesh atje. Dhe tash do na ke ardhur, po. Çfarë ka bën? Jam të i bën një monografi për Ismail Qemalin. Hyn aty në arkiv, kërkon sa dokumenta ka për Ismail Qemalin, del, bën biografinë dhe nuk shkon më aty. Mua tani më pyetën, po ti zotëri, pse ke ardhur? Çfarë ka bën? Ndonjë doktoraturë, ndonjë monografi, ndonjë gjë? Tash jo. Tash unë kam ardhur, e marr të gjithë dokumentat që janë për Skënderbeun, edhe të gjithë dokumentat që do të gjej për Shqipërinë. Që do t'i gjej. Do t'i paguaj gjithë dhe do t'i marr. Po pse kështu, thash, sepse do t'i publikoj aq sa kam mundësi dhe do jo hap tjerëve me publikuar, që t'jenë publikuar. Punova aty 4 muaj. 4 vjet nga 1 muaj, sa ashtu kanë ata me kufizim, se ka kërkesa shumë. Dhe fol me njëra, fol me tjerë, konsultove, lidhu, bane, këtej. Tani, disa, ata, jo gjithë arkivin, i kanë bomën digitale.
Pra i kanë bo me elektronik, i kanë pas dikur me film bardhëzi, tani i kanë bo me ngjyra. Edhe me rezolucion pak, për shembull, e lexon më mirë në kompjuter se sa në fletë. Se në kompjuter s'ma vën, i kanë bo shumë mirë. Dhe i kanë ata regjistrat Vatikanit, nga vitin 1200 dhe në vitin 1506, 400 regjistra, një fond, një fond të madh, 400 regjistra. Edhe aty më desht mu me kontrollu e lypa diçka për vitin 1210. Një që atë vitit 1203 për Kosovën, e mora, edhe më lypën e dikush më marrë në telefon për 1210. Edhe u thash si bëhet, thanë, qose i merë, pojnë 60.000 euro, me i marrë 400 japim, 400 CD, por ata nuk i kanë fut në internet, se me i fut në internet, ka hakersa që i thejnë edhe i vjedhin, ata janë vetëm në sistemin e tyne, edhe kur ti shkon me marrë diçka, t'ulin tavolin, ke një monitor, si televizor aty përpara, një mouse, dhe të gjithë ata monitor që janë tavolin, për gjithë duhet janë lidhur me një server qendror. Edhe ta hapa, i qa donë këtë gjanë, ta hapa atë gjanë që kërkojnë ti dhe thot po, të lejon diçka dhe ti ke drejt, ke një lapse një letër, as mund fshi, as mund shkrua, vetëm masha nime. Duhet për shembull, te ky fond, te ky libër, faqe kaq, deri në faqen kaq, duhet me dhanë, edhe pastaj të hap edhe librin tjetër, kështu edhe ato dhe në fund pastaj e dorëzon fletën këtu. Merrni këtë fletë, këto gjana do mi jepni. Të nesërmen, çojnë emailin, thonë, çojnë faturën, kushtojnë kaq lek, sa ti paguajsh lek, nda që paguan lajnë dash me kesh aty në bankë, me njerë ti çojnë me email me ngjyra për sot, pas lezë shpirt, shumë bukur.